Partia Demokratike ka kallëzuar penalisht në SPAK kryetarin e Kuvendit Niko Peleshi duke akuzuar për shpërdorim detyre në lidhje me mosmbledhjen e Këshillit të Mandateve. Sipas opozitës, Peleshi ka refuzuar në mënyrë të përsëritur dhe të pajustifikuar thirrjen e këtij këshilli, i cili duhet të shqyrtonte kërkesën e prokurisë së posaçme për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në kallëzimin e depozituar, Partia Demokratike thekson se vendimet e marra nga kryetari i Kuvendit janë arbitrare dhe në kundërshtim me ligjin duke cënuar drejt për drejt të drejtën kushtetuese të 5 deputetëve të opozitës për të kërkuar mbledhjen e Këshillit të Mandateve. Opozita argumenton se kjo sjellje ka sjellë zvarritje të qëllimshme të procesit dhe ka ndikuar negativisht në mbarvajtjen e hetimeve që SPAK po zhvillon ndaj zëvendës kryeministres. Sipas Partisë Demokratike, kryetari i Kuvendit ka konsumuar 4 elementet e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, duke refuzuar detyrimin ligjor për të thirrur mbledhjen e Këshillit dhe duke dëmtuar interesat e shtetit dhe të qytetarëve. Partia Demokratike nënvizon se periudha kohore që është dhënë Belinda Ballukut për të njohur me aktet e SPAK-ut ka qenë mjaftueshme dhe se kërkesa për heqjen e imunitetit ka karakter urgjent. Opozita shpreh shqetësimin se vonesat e krijuara rrisin rrezikun që akuzuarët të ndikojnë në procesin hetimor përmes prishjes së provave apo intimidimit të dëshmitarëve. Për këtë arsye, Partia Demokratike kërkon që prokuroria e posaçme të hetojë veprimet e kryetarit të Kuvendit dhe të marrë masat e nevojshme për garantimin e pavarësisë së drejtësisë dhe vijimi normal të hetimeve.